Cezari August, ka urdhëruar që të bëhet regjistrimi i parë popullsisë. Tempulli i Zotit në gjuhën ebraike. Edhe këtë vit nuk mund të mungonte atmosfera e veçantë në fshatin Hajmel të bashkisë Vauides. Të rinjtë të reja, banorë të gjitha moshave bëhen bashkëpërcjell Betlehemin e gjallë që na rikthehen pas në kohë, momentin kur lindi Jezu Krishti, një skenë që përjetëson një prej momente unike të historisë së njerëzimit që ka kthyer këtë fshat në fokusin e mbar shqiptarëve që duan të shohin dhe përjetojnë nga afër këtë realitet. Janë rreth 400 vullnetarë që angazhohen vullnetarisht për të sjellë Betlehemin e gjallë, ku më i vogël është fëmia disa muajsh në rolin e Krishtit të sapo lindur. Unë jam prej 7 vitesh. Për ne është shumë gjë e madhe. Krishtlindjet shumë gjë e madhe për popullin tonë, edhe këtë ditë si më thonë. Çfarë i bashkon njerëzit këtu në fshat? I bashkon feja tona. Na bashkon vullneti, njëri me tjetrin. Gëzimi, është një gëzim i madh, që bëhet në Betlehem në Hajmel. Kohën e Molisë ka kënë marshim, ushtarët e njekës. Tesh, unë kam lejnë kohën e Molisë, në pak, ushtarët e kam pa, s'kan pas punë me mu, pa ma, e ka panelu u fejnë, për ne ka hapësit. Në gjyrosim shkulla me bo qilima, si pas traditës vjetër, edhe papuqe këta gjanat e vjetra. Me ja kujtu dhe rinismës, me i harru gjanat e vjetra, me i martu vajzët e reja, martu djemë të ri, me anë kësaj gjanja, shumë gjana që ka hapë këpanajirë këto. Prej sa vitesh jeni pjesë e Betlehemit? Jena prej 7 vitesh. Na nuk njëm as i lodhje për më ardhë këto. Na pëlqen, knashna, rinohna na plakat, edhe si mas programit na hecim. Këto është vend i shenjtë. I bashkon Betlehemi gjithë shqiptarët, nga do që janë diasporë, Shqipëri edhe gjithkohë. Njëna shumë mirë, knaqna shumë këtu, se kja është ardhja e Krishtit, edhe na knaq kjo. Na bëjmë me shqif këtë punë. Viti para është që marrë pjesë, po jam shumë e gëzume. Fshati jonë ka marrë një emën të bukur për këtij organizimit që është 7 vite ka marrë një zdi që me tonë, është një gjanë shumë e mrekullueshme. E përjetojmë ne edhe e përjetojnë të tonë ata që e nëjnë. Për zonë ishtë në për TikTok në për rrjete sociale gjithkun. Tu po, edhe plus që edhe vla jam ko ka ndje, edhe në ka thonë që ma shumë bukur, ka du me po. Çfarë ka pëlqyer më shumë zoj? Vadi kështu gjërat e bukura fetare. Në kanë pëlqyer shumë. Ja vleti pritja? Ja vleti. Vetëm rrolla pak na lodhi se ja ka vlejt. Që na prit po ja vlen. Ashtu është vani mrekullueshëm, shumë iniciativë, shumë e bukur. Për rinin është çdo gjë perfekt. Kjo traditë e famullisë së Hajmelit është kthyer një atraksion turistik. Kryebashkiaku i Vauides, Kristian Shkreli, thotë se priten rreth 40.000 vizitorë gjatë 3 ditëve të Betlehemit. Faktikisht kjo është një gjë shumë e bukur, kjo është një organizim që bëhet nga famullia e Hajmelit, nënshati dhe Utlet. Në këtë organizim marrin pjesë rreth 400 vullnetarë. Kjo është një krenari për bashkinë e Vaudesit, sepse po vinë vizitor përveç nga troje shqiptare, por dhe jashtë tyre. Deri vitin e kaluar janë kanë rreth 30.000 turista që kanë marrë pjesë te Betlehemi gjallë, ndërsa këtë vit priten që të shkojnë deri në 40.000 turista gjatë 3 ditëve që do zhvillohet Betlehemi gjallë. Betlehemi gjallë pritet vizitohet në datën 2 janar të vitit 2026.